Unë nuk e di se si mund ta quaj veten të krishter, një ish pastor që e quan patriarkatin si një gjë që duhesh hedhur dhe duhej larguar prej tij, edhe me ligj, ndërkohë që Bibla ka në themel dhe në thelb të vet patriarkatin. Burrin, babain, Dhe burrin si drejtues të familjes. udhëheqjen e burrit. E kam parë dikur këtë person që bënte dramatizime e një burri ose gjyshi me mustaqe që mësonte fëmijët se si duhet të silleshin. Ndërsa tani e shoh të bëj ligje që kërkojnë të seksualizojnë fëmijët që në kopësht dhe pastaj ju bën thirrje kishave dhe xhamiave që të hapen për të ndihmuar këta fëmijë që janë seksualizuar që në kopësht, që të ndryshojnë sjelljet e tyre, ndërsa janë të rritur dhe shkojnë nëpër kisha dhe nëpër xhamia. Hipokrizia nuk mund të jetë më e thellë dhe më e madhe se sa kaq.